Ka prish edhe syzet. Dakord jemi ne? Kështu është kur lastojmë kalamajt dhe pastaj mund të presim çdo gjë. Mund të presim pastaj çdo gjë. Kur lastojmë kalamajt. Çdo gjë mund të pritet këtu. Se për shampanjën tënde bëri namin ai fëmiu, derisa more zarfziti. E tani që vjen ma përplas mua me shpull ftyrës me një kokë rrëvez dhe më çan buzën, s'bëhet asnjë gjë këtu. Ja përplasi dhe Olës në kokë me shpull, me një vezë tjetër dhe ja theu në kokë. Dhe del Rozana për të kamuflu situatën, merret me ty. Moj, këto s'janë rregull më shpirt, nuk janë në rregull. Se ku ta futi me shpull? A? Gjesti? Po, moj, po, gjesti, ma rasi me shpull ftyrës, edhe kishte edhe një vezë në dorë, më ka qarë buzën. Kështu? Po, moj, kështu, bap, me vezë në dorë. Kam qeni ullur në divan, merdi nga mrapa, më rasi me vezë surratit. Me jastik apo pa jastik? Qa jastiku, moj, me dorë, kishte... Qa jastiku thua më shpirt? Nga që po lunit me jastik apo jo? Jo, më jo, me jastik po lunte me Xenina, jo me mu. Edhe ta rasi me vezë në ftyrë. Me shpull dhe me vezë në ftyrë. Po shumë gabim. Po jo, se ujrat që na kanë hedhë në kokë, po i durojmë. Pastaj kur po bëja dushin për teq vezën, ka ardhur dhe më ka lagur me sola. Ma ka hedhur nga koka, solën. Me uj po i durojmë. Se s'po bëhet gjë, qa do bëjmë do i durojmë. S'do marrim flamur këtu, m'lagu me uj. Jam lag 4 herë me uj në këtë shtëpi. Po me m'gjyt me shpull në ftyrë dhe me vezë, unë të betohem e bëj të madhe shpirti. Se s'ka marrë këtu për duru tekat e njerëzve që hidhen nga muri e kthehen prapë. E me i mbajt bishtin këtyre. I dërguar i Zotit ai. A vajti ke dhoma rëfimi? Po vajti për të vajt. Jo, ti thëmë. Po edhe unë vajta për të vajt. Ne na gjetën në rrugë.